Përshëndetje nga Tepelena. Praktikisht procesi ka nisur që në orën 7 të mëngjesit, sipas gjithë parashikimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Çdo gjë ka rrjedhur shumë normalisht, as në hapje dhe as në vazhdim nuk kemi pasur probleme. Le të themi që duke pas parasysh edhe kohën që për ne shiu është bereqet, po ndoshta e vështirëson pak lëvizjen e njerëzve. Ecuria ka qenë e mirë, krahasuar me të njëjtin orar, me të njëjtën kohë me zgjedhjet e 11 majit 2025 apo të zgjedhjet e tjera vendore të 2023-shit. Mund të ndaj një shifër pjesëmarrje me ju, që ndoshta nuk përkon me përditësimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që ecin pak më ngadalë, deri para gjysmore kemi një pjesëmarrje prej 1110 votues, 3110 votues në të gjithë territorin e Tepelenës, 3110 për 21 qendra votimi, 12 prej të cilave janë në zonat rurale dhe 9 prej këtyre qendrave ndodhen brenda njësisë administrative të qytetit të Tepelenës. Në të gjitha qendrat e votimit procesi ka ecur shumë normalisht, pa asnjë lloj problemi të veçantë. Do të përfitoja nga kamerat tuaja që në këto 3 orë e më pak ndoshta që kanë ngelur, të ftoj të gjithë banorët e Tepelenës, kudo që janë, të nguten me qëllim që secili të ketë mundësi të shprehë vullnetin e vet demokratikisht, sepse çdo vot ka rëndësi në Tepelenë. Çdo tepelenas duhet të shprehet për Tepelenën si e mendon të drejtohet në muajt e në vitin në vazhdim. Prandaj kjo është e dhëna që kam për momentin. Ju falenderoj të gjithëve për prezencën dhe falenderoj të gjitha mediat që kanë qenë gjatë gjithë ditës sot, e kanë pasqyruar dhe jam e gatshme për çdo pyetje. Cilat janë pritshmëritë për sa i përket pjesëmarrjes në votim dhe pastaj rezultatit nga një projekcion që ju keni? Tepelena përgjithsisht ka qenë shumë konstante në pjesëmarrjen e vet. Ka të bëjë me faktin që është një bashki relativisht e vogël. Sigurisht përqindja krahasuar me numrin e votuesve në listë është më e vogël se sa është numri, sepse janë rreth 12.000 votues në listë, po duke ditur që një pjesë e madhe e këtyre votuesve prej vitesh, për të mos thënë dhe prej dekadash, janë të zhvendosur kryesisht në emigracion ose dhe në pjesë të tjera të vendit. Disa prej tyre kanë zgjedhur të vinë për votimin, sepse nuk është thjesht vetëm një shprehje vullneti, por është edhe një lloj eventi, një lloj ngjarje publike që bën bashkë njerëzit edhe për të qenë bashkë, por edhe për t'u interesuar. Tepelenasit kudo që janë, madje edhe ata që janë në diasporë, e ndjekin me shumë intensitet zhvillimin e zonës, ngjarjet që kanë ndodhur dhe po që se krahasojmë pjesëmarrjen nga viti në vit, në kuptimin nga një palë zgjedhje në tjetrën, që rrotullohet diku ke 4100, 4200, unë mendoj që ritmet me cilat ka qenë deri tani numri i votuesve, pra 3110, është një numër i kënaqshëm. Por përderisa kemi akoma rezerva, është momenti që të bëjmë thirrje dhe atyre që ende nuk kanë shkuar, janë zona rurale, shumë kanë aktivitet blektoral dhe ndoshta presin momentin për të mbyllur aktivitetin e ditës me blektorin që ata zhvillojnë, për të shkuar në zgjedhje dhe duhet kujtojmë, meqense jemi në sezonin e dimrit tashmë, zyrat, qendrat e votimit mbyllen në orën 18:00, jo siç jemi mësuar zakonisht. Prandaj, edhe një herë insistoj, ju lutem, shkoni nëpër qendrat tuaja të votimit për të shprehur vullnetin tuaj si qytetar aktiv të Bashkisë Tepelenë. Faleminderit juve.